Thot Allahu Azza wa Jalla anishkur li wali walidejk, që t'jesh mirënjohës ndaj Zotit tanë dhe ndaj prindve to. Thot ai cili e njeh Zotin e vet, ai që e madhron dhe falendron Zotin e vet, mirë po nuk është respektuas mirënjohës ndaj prindërve të vet, thot është jo respektuas dhe ndaj Zotit të vet. Pra do lejo të ndërsëm, tregoj njeri i cili tërë një gjallë i ri deri të shtëpit e të moshuarve, ka arki që të pyet se cilët janë dokumentet duhet t'i plotëson që babën e vetë ta sjelle në këtë mosh, në këto shtëpi të shëmtuara. Pra lejo të ndërshëm, ki koordinatori cili i koordinon të këto, tha pa tjetër duhet t'i plotësojsh këto dokumente. A di tha cilët dokumente ja paraqita ati? Tha dokumentin e parë duhet të sigurojsh një fotografi kur baba e jot i ndroj ke spital, pra spitalit e barë të nënëntone ti duke qenë ajo 7 zone duke të barë në barkin e saj. Ma siguroj një fotografi të gjithë për të di prindërë. E dita pre atinëve tha ma siguro gjithashtu një fotografi e dhimbjeve të nonës kur ajo të lindi ti. E treta prej dokumente tha ma siguro gjithashtu një fotografi e ditës e gëzimit kur ato të bartën me gëzim dhe qua në shtëpin e tyre. Ma siguron të një fotografi e nonës që të përkun të të notën dhe ti qajshe dhe i lishe pa gjumë të di prindërit. Ma siguron gjithashtu një fotografi ditën, notën, kur baba i raskapitur me punë të nditën, vinte në bramje dhe thonë dhe u një informonte se fjo është me temperaturë dhe me vrat aj të barte prej spitalit, prej ambulancës në spital, dhe aj i cili dhe në mëngjes e kontrolonte balin tanë se atë të gazrip temperatura. Në i siguron gjithashtu edhe një fotografi e gjersës e balit të babës tanë, kur a ju raskapit dhe u lodh për të siguru një jetë halal, të jetosh, të ngritesh, të fuqizohesh, të rritesh. Me siguron dhe një fotografi lotët e prindit tanë kur aj nuk ish mundësi që ta siguron për t'i ble teshet e bajramit, që të gëzohesh me fmit qërë si ku që gëzohen të gjithë. Ma siguron një fotografi kur aj e në nëvlerëson të dhe ullë të vetën e vetë dhe trokit të të miqë të vetë, që ti e borç për të paguajt stipendin apo për t'i paguajt provimet e tua që të bash ti me sukses njëtën tane. Tha ma siguro dhe një fotografi ti ditën e maturës kur baba jo të gëzohet dhe qeshet me arritjet dhe krenohet me arritjen e fëmisë vetë. Në siguro gjithashtu dhe një fotografi ditën e darsmës kur ata u përpiqen që të martojnë ti edhe të gëzojnë dhe të kryosh dhe ti familje si që ato e kryuan. O gjalosh, a nuk ishe ti që banove në shtëpin e babës tanë kur ishe i ri dhe i dopt? Ndërsa, a nuk ke turp që babën tanë kur a ju bo i dopt ta sjellsh në këtë vend? A nuk je musliman? A nuk lexon Kur'an? Cëlit fe i takon ti ku Allahu Azza wa Jall ka zbrit ajetën Kur'ani Kerim dhe ka thonë: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Allahu e ka bo obligim që mos të adhërohet askush pas Allah. Pas adhurimit Allahut Azza wa Jall, ibadeti më madhështor është respektimi prindërve. Dhe tha Allahu Azza wa Jall dhe ata ku të plakën të ti. Nuk tha Allahu Azza wa Jall dhe ata ku të vjetërohen, ku të plakën në qerdhen apo në shtëpit e të moshuarve. Tha dhe ata ku të plakën të ty
në shtëpin tëne, në vendbanimin tënë. Tha Allahu Azza wa Jall, fela taqul lahuma uffin. Ke kujdes se do njëherë në jetën tëne pi thue kur të nën nana, kur të nën prindi, kur të nën baba ta krishnit e tirë të thosh wala tanharhuma. Ke kujdes se pe ngrit zonin tën më lart se zonë të prindit. Ke kujdes se pi qorton ato. Ke kujdes se mos i nënçmo dhe mos ofindo ato. Ka thonë Imam Suyuti nga ka Ibn Abbasi, me pas dhe një fjallë në nënçmuese që përbat dhe një fjallë, me pas në nënçmuese që përbat ma pak se me dishkëronja Allahu Azza wa Jall e kizbrit në Koran. Mirë po gjuhën arabe, fjalla përbat prej dishkëronjave, ma pak shkëronja që përbat fjalla Nona thot, Miriam shko blej buk, thot sa erdha shqek ishte. Miriam, se di vetën mirë, thot gjithë njati me këto vezveset e tua. Miriam mas jell ilaqin, ngrito, se si e sakat, vletë ndërshëm, dine vletë ndërshëm, dhe me në këtë dhurat të këtir, në këtë të kësaj ditë të bekuar, ndëgjone që ka thot pejgamberi Allahut, tre lloj njerëzve Allahu s'ja pranon as farzin, as nafilen, as sunetin, as punën, as fjallën, as zemrën e bardhë, as zemrën e kuqe, as gjo si pranon. Kush janë këto? Njani prej atinve është që nuk e respekton prindërit. Njani prej atinve që nuk i respekton prindërit. Mos respektimi prindëve vëllezër ndërshëm ka thonë, është që ku të flasin prindërit, mos me këthi ftirën ka to, është mos respektim. Me ndëgju ato, me shpim, është mos respektim. Ka thonë djetarët me hecë para babës tanë, është mos respektim. Mos respektim lejo të ndërsh, është mos mi vizitu, mos mu kujdes për to. Nëse ato kanë nevoj për diçka, dhe nëse ta lipin o birë bëne, tije, aj mos respektu e si prindëve, nga se adesh mu interesu që ka dojnë ato, para se me ta lip ato. Pra lejo të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall në kanë ndëru, neve si umet i Muhammedit sallallahu alaihi sallam, ku Allahu Azza wa Jall ka thonë, wa kullahuma qawlan karima, ku të flitni me to, flitni me respekt. Ka thonë Ibn Abbasin, kur e kanë pitë, që ka do me thonë, me fol me to, me respekt. Tha si kur a i burgosi që ka hik pi burgit, e pas të je zonë dhe që në burg që shflet para gardianave edhe drejtori. Sikur a i fajlijat ku e zonë ata në fajnë e vetë që shflet para atinve. Sikur a i botgjëlia që cilën e ka gënje shumë herë, e si ka këthi borgjin kur takohet me botgjëlien si flet, a flet me azgan lëk apo me për ullje. Ka thonë shkorti mirë si kur flet a i cili me mbretin e vetë, me ministrin e vetë, me drejtorin e vetë, me qeveritarin e vetë, me prindërit të lezër të ndërshëm duash me fol edhe më shumë me respekt.